Zemra e shpendëve rreh me ritëm shumë të shpejt krahasu me shumicën e kafshëve të tjera. Në varësi të llojit të shpendit, mallësisë së tij dhe temperaturës së ambientit, ritmi i zemrës mund të variojë nga rreth 100 rrahje në minutë deri në afërsisht 1200 rrahje në minutë gjatë fluturimit. Për shpendet nuk kemi me tregu ma shumë, por shpendi ju tregon disa fakte interesante të botrorin 2026. Lojtari më i vjetër në këtë garë është portieri skocis Craig Gordon me 43 vjet dhe 162 ditë, ndërsa më i riu është Gilberto Mora i Meksikës me 17 vjet dhe 240 ditë. Në përgjithësi, janë 7 lojtarë që kanë kaluar moshën 40 vjeçare, përfshirë këto edhe Cristiano Ronaldo. Ndërsa numri i futbollistëve më të ri se 20 vjeç është 22, përfshirë adoleshentin e Barcelonës Lamine Yamal. 22 futbollistë që kanë shijuar fitimin e trofeut të Kupës së Botës marrin pjesë në këtë edicion, kryesisht nga Argentina. Futbollistët që marrin pjesë në botërorin 2026 vijnë nga 449 klube të ndryshme të botës. 357 prej këtyre lojtarëve kanë shijuar së paku një herë pjesëmarrjen në një Kupë të Botës, ndërsa 891 të tjerë botërorin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kanada dhe Meksik do të jetë eksperjenca e tyre e parë.